se çka ca që kanë filluar të besojnë që ju se kaloni dot oqeanin dhe 77/213. Antonio Ponde. Dëgjo, Antonio, se ke dhe emrin e presidentit të Këshillit Evropian. Dje në Luksemburg u çel një tjetër grup kapitush dhe Shqipëria në 6 muaj ka hapur 3 grup kapituj, ka dhe 3 tjerë për të hapur. Dhe kalendarin me Bashkimin Evropian ka 3 vjet. Nëse gjithë kjo bëhet realitet, me ndihmën tuaj dhe tënden Antonio, megjithëse unë besoj që ti si regjistruar fare për të marrë pjesë në zgjedhje fatkeqësisht me këtë mënyrë si flet. Nëse, pra, edhe me ndihmën tënde, ne nuk humbasim as një minutë, brenda 2027-s ne mbyllim negociatat. Bëhemi pastaj vendi që ka kryer negociatat më të shpejta në historinë e integrimeve përjashto Finlandën. Finlanda ka pasur vetëm negociata më të shpejta. Dhe natyrisht kjo nuk është se ne jemi më të zotë e më shpejt se sa vendet që kanë hyrë në BE, por sepse na ndihmon edhe fati që na ka ardhur në dorë, e kupton? Të ka ardhur fati në dorë ne shqiptarëve, jo Partisë Socialiste, jo mua, shqiptarëve, gjithëve bashkë. Na ka ardhur fati në dorë. Kështu që lëri këto se oqeanin mos ma qaj hallin fare ti, se unë oqeanin kaloj sa herë do du, edhe për të takuar me të gjithë atje që janë në anën e Shtetit Amerikan, edhe për të shkuar për të parë ndeshje basketbolli. Për të dyja e kaloj oqeanin pas një problem pas.